Kjo i ka marmitat me zhurmë, i ka me bokse dhe janë ato të shtrenjta të bën një gati 2000 euro këto. Ka aplikacion në vetë dhe i zgjedh çfarë zhurmë doja ta bëjmë C63. Alfa Romeo Giulia. Cayenne Turbo GT. Ke lloj opsione ashtu, W205, C250 çdo 2015, AMG Line, po ka ca gjona që pak më ndryshe, bo me luk 63-shi, edhe para ka lukun facelift 63-shi, që ka këtë grillën e re panamerikan, ka sensor të parkimit, fenertikal LED inteligjent, disit i ka 18 AMG-s, shumë pastra, akull fare janë të reja, gomat i ka Michelin Pilot Sport 4, të ka pak të pasqyrave i ka Zeza, ka këte që nxjerr logon e Benzit poshtë kur update-ën, është me blind spot, me Keyless Go, ka këtë bishtin mrapa gloss black shumë bukur, edhe mrapa vazhdo me difuzorin AMG-s, marmitat AMG-s, kamërën e parkimit që del nga këtu poshtë. Ky është motori 2.1 naft, po me 2 turbo 250, që ka 204 kuaj fuqi edhe 500 Nm tork. Është ngjashëm me 220, po ka më shumë fuqi, hec më shumë, dhe nuk është se harxhon më shumë. Kamën e ka me 7 marshe 7 Getronic, ka vetëm 124.000 km që nuk janë asë që gjo për këtë lloj motori. Fuqi ka sa dush, ekonomik është edhe 4matik, është perfekt, ndër makinat më të mira që mund të morësh që t'i bëjë çdo gjë. Kilometrat i ka të veta, është me garanci, mund ta kontrolloni ku doni për punë kilometrash. Është me extended leather këtu lart, me qepje, rrymesën e ka këtë drunin mat. Interior lightin e ka me 64 ngjyra. Këto përmajstrat janë vu vetë, po janë cilësore, hapën, nuk bën zhurmë të që ngecin. Sedilet me ngroje, me memorie, me këto leg extension elektrike, me lumbar supporting këtu. Ka këtë timonin e modelit të ri që është flat bottom AMG-s, rrafsh poshtë, po është edhe me karbon edhe me plus minusat pedal shifterat. Tapicerin e ka shumë pastër, ka edhe me këtë logon e AMG-s, me qepje cross-coatit, rrymesën e karbonit komplet, po me logon e AMG-s. I është vendos ky ekrani më i madh dhe është edhe me Android Auto me Apple CarPlay. Ke dhe këto opsione që i ka makina normalisht, po ka dhe këto shtesat e tjera që janë bo, edhe kamera e parkimit, më thonë, i ka rujt funksionalitetin e vetë, po janë shtuar ca gjona tjera, është pak më e madh. Klimën e ka me 2 zona, auto start stopi, ke dhe këto driving modes ndryshme, sport, sport plus, individual, comfort, full panoramike, rrypat i kanë vu të kuq, pedal shifterat plus minusa në timon, edhe këte mrapa është shumë e pastër, s'ka si lloj dëmtimin tapiceria, si lloj gjoje. Ke dhe baxhën këtu, futi qik ndriçim, kjo se është tapicerie zezë, hapësirë ka para, hapësirë ka lart, nuk është keq. Është perfekt për çuna të ri që duni makinë, edhe që t'jetë bukur që të ecë, po të ketë dhe opsione është ndër më të mirat e mundshme që mund të morësh. Çmimi për këtë W205, C250 HD 2015-s, me këto opsione që pam kaq të bukur, është 16.800 euro. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.